Ju themi dhe njërë mirëmëngjes nga këndi kuzhinës të nderuar shikues, teksa mendoni që vetëm vajzat dhe gratë dhe nënat përkushtohen edhe gatuajnë për familjen, ka edhe plot djemë të rinj të cilët janë të pasionuar me kuzhinën edhe gatuajnë mjaft mirë. Në këtë rastin tonë është një djalë që gatuan mirë, të paktën kështu ka thënë, është personazh i njohur publik, një djalë i mirë, i dashur, shpeshherë aktivist i devotshëm i shoqërisë civile, i të gjithë e njohin për të tillë, ndaj ne po i themi këtë, po nuk e dim sa i mirë është në të vërtetë, kështu në përditshmërinë e tij do ta pyesim. Kemi sot Arbër Çepanin, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Është shumë kënaqësi të jem këtu. Je i sigurt se mezi ke hapur syt sot? Po mirë, përveç gjumit në pjesa tjetër. Ashtu ë. Mirë, përshëndet Arbrin të parin, Arbrit më falër sepse kemi mysafir, mirëmëngjes Voçi. Mirëmëngjes. E po tani ti ke drejt hutosh. Mbërthira për fund. Sepse Arbri ti the është i mirë, është këtu, është atje. Kështu të gjithë. Dhe goxha djalë ta shikosh. Po, shumë i mirë. Ste shumë simpatik se i. Te gjitha shumë simpatik se. Arbi si ke qenë? Mirë. Si të kanë shkuar gjërat? Po mirë. Edhe kur shkoj mirë, shtym tecën mirë. Ashtu. Dhe të me qenë gjithmonë pozitiv. Djalë pozitiv, djalë optimist. Mirë, ta dim edhe këtë cilësi. Ç'a ore u zgjove sot për të ardhur këtu? Sot u zgjova 7:30 dhe ishte një zgjim dramatik për mua. Pse? Po zakonisht edhe nga puna që po bëj tani me biznesin që kam hapur me lokalin. Po e dim. Në rastis që të flejmë goxha vonë dhe periudhisht ora mbaroni punën atje. Po në rastis ora 2-3, sa vjen shtëpi pastaj sa fle. Po, shkon ora 5. Kur zgjova sot në 7:30. Mirë, ja vlen sakrificën. Ja vlen. Ja vlen, janë në një numër shumë i madh teleshikuesi që po na ndjekin, edhe që jam e sigurt që me dëshirë duan të të shohin edhe në mes të gatimit ty, ke një sfidë dopjo kësaj here. Është një nga pasionet e mia më të mëdha gatimi. Ashtu ë. Kush gatuan më mirë? Ti Arbër apo motra? Se këtu ka gatuar dhe motra jote. Këtë duhet ta thonë të tjerët. Këtu ta them unë. Të tjerët thonë që gatuaj unë. Ke një sfidë dopjo sot sepse përveç se është sfidë të gatuash për teleshikuesit që na ndjekin, që ndoshta s'kan parë duke gatuar, këtu ka bërë një pjatë shumë të mirë Edlira para disa muajsh. Na ka kënaqur gjithëve, gatoj me kujdes. Mbaj mend që atë ditë kemi qenë vetëm të dy apo Voçi na kanë ndjekur se nuk i shpëtojnë këto. Ndaj vlerësimet do ta japi zonja në fund. Tani na thuaj pak çfarë do na bër sot për drek dhe për të gjithë agjëruesit për darkën e iftarit. Se besoj është sugjerim i mirë dhe për një iftar kjo. Kemi një pjatë që janë të dyja shumë dietike, janë të dyja vegetariane. Pjata parë është makarona farfale, që janë... Këto që janë si flutra. Që janë si flutra. Këto flutur, po? Me peston e famshëm genovez. Peston genovez që zakonisht e blejmë në për supermarkete, blejmë gatshme. Sot do ta bëjnë në teknikën e vjetër si që bënin genovezët dikur. Po ti nga i di si bëjnë genovezët? Po tash 15 vjet në Itali. E ke parë. Sa siklete i hoqim dhe atje kështu me gatime me gjëra. Pjata dytë pastaj shkojmë nga Italia mesdhetare, ke Meksika pikante. Kemi një pjatë, ndoshta sallata ndër më të famshme meksikane, është guacamole. Po, është dëgjuar. Me avokado. Edhe fjala guacamole është avokado, salsa avokado do thotë në spanjisht, në meksikançe. Po, por në meksikançe duket më simpatike si fjalë. Guacamole dhe është me avokado, me qep, me majdanoz dhe hahet pastaj me këto nachos që është. Hahet me nachos. Mirë, ja që do të thotë... Sa mirë ke bërë që ke nxjerrë këto nachos të tej, se me nxjerra ndem ata. Ja, sot derisa serviri pjatën, nuk gjejmë asnjë cop. Voçi gëzou këtë muaj se nuk do ketë kështu. Kjo është pjesa më e vështirë e gjithë këtyre emisionet gatimit, është i vdes duke ngrënë, po duhet ta gatuar. Hadi? Po. Po mirë, që kemi mirë, po hadha unë po mund të ardhë të duhet, edhe po Voçi përdori stika ose gjëra të vogla. Zakonisht është pjesa më e vështirë që ti gatuan, po s'duhet hash asnjë gjë sepse kështu shpërmali. Po del çerek edhe fillon pastaj që erdhi nga fundi po të bie të fikët nga ajo ushqimit edhe. Desha të thoja që ja çdo të thotë të ftosh për të gatuar në studio një djalë që ka jetuar jashtë vendit. Ka mbledhur kulturat e atjeshme dhe po na i sjell këtu. Nga pamja duket që nga zgjidhja e recetave duket që sado ka ndikuar vendi ku ju keni jetuar në gatimet, po në shtëpi. Gatuani alla shqiptarçe apo receta italiane? Kam zgjedhur një dietë gastronomike që
jo shpesh përdoret në Shqipëri. Dhe ka ardhur në formë, se para ca kohësh... Po, kam rënë goxha këto kohë të fundit. Kishe ndryshuar nga përmasat, Pada një zgjatim përse horizontali, po tash po vazhdoj për vertikal. Kam një dietë që kam gati mbi një vit që po përdor një dietë vegetariane. Dhe ne shqiptarët e përdorim shumë mishin në gjellë, në çfarë lloj gjë. Kur s'ka mish, thonë shqiptarët, s'ka si gjë në pjatë. Unë sot me këto pjata duhet të tregoj që jo vetëm pa mish mund të hahet dhe mund të jetohet, por pa mish mund të hahet dhe më mirë dhe shumë më shëndetshëm. Okej, dakor si jemi. Mirë, urojmë mos jenë shumë vështira për të bërë, ftojmë të gjitha anvisat që po na ndjekin, duke par arbrin të nxjerrin mbi tryez. Të gjithë përbërësit që do përmendim që ta kenë gati drekën që ta nisa më herët aq më mirë të shpëtoni një herë mirë nga kjo punë. Na i prezantoj një herë përbërësit çfarë na duhet për shembull për të bërë këto makarona flutur me pesto. Makarona flutur me pesto është një pjatë që është shumë e vjetër, mbahet në aspektin historik që në kohët romakëve, po pastaj gjenovezët e perfeksionuan diku nga vitet 1800. Dhe gjëra kryesore, ingredienti kryesor është bazilika, domethënë borzilogu. Borzilogu shtypet në mënyrën teknikat e vjetra, domethënë me dorë. Shtypet me havan, po havanin ai ka thyer Adela. Po mirë pse me këtë teknikë. Tentoj që talante na thyu dhe havanin. Mirë, për të kthyer te borzilogu që duhet shtypet, pse me këto teknikat e reja nuk bëhet për shembull me mikser? Bëhet edhe me mikser, po anvisat kanë havan në shtëpi edhe shtypin. Po, bëhet edhe me mikser. Me havan është më e mira, shtypet borzilogu, shtypet pastaj merren hullra, disa thelpi hullre. Hidhet vaj ullirit, hidhet pak safare, edhe po se hodhet pak safare majdanoz. Dhe në fund pastaj hidhet dhe janë këto stikat e pishave, që janë duhet të jenë patjetër. Ne kemi startuar këtu nga këto. Stika pishe dhe në mundësi të mos pasur stikat e pishës që janë edhe goxha të shtrenjta, po dhe shpesh jo të përdorura në Shqipëri. Po janë shumë të mira. Po janë shumë të ushqishme, kanë vlera. Janë arrat. Ose pastaj në më mirë akoma përdor dhe pak stika dhe pak arra. Po, ne mund të përdojmë të dyja se kamerajnë dhe vaj ullirit, Dhe vaj ullirit, po patjetër, vaj ullirit është... E rregullon shihen shkëlqyshëm. Patjetër vaj ullirit që i mikson të gjitha bashkë me pak parmigiano. Me parmigiano. Pra këto janë pak a shumë përbërësit që na duhen për pastën. Gjithmonë në stot nuk përdoret tigan, zjarre e gjitha. Dhe kjo bëhet dhe kjo për një arsye shëndeti, sepse... Si në të ftohtë? Në të ftohtë në sensi që nuk përdoret zjarre, tigan, vaj... A, në të ftohtë atë, në është pastë e ftohtë? Jo, pasta bëhet e ngrohtë, po kjo pastaj hitet e ftohtë, vetëm salca është e ftohtë, sepse ruan më mirë ato të gjitha ato cilësitë dhe vlerat të shyshet. Kur e blem për shembull peston me kavanoz në dyqan, thot aty kalojeni në vaj ulliri, ngrohen. Ajo mund të jetë edhe për shkak të konservuesve që ka brenda dhe është gjë tjetër. Po zakonisht konsumohet kështu. Kjo hahet e freskët, kjo hahet pa u gatuar në tigan. Mirë, na mësove gjëra të reja vetëm për pak minuta, të shohim se na bësh më vonë. Është momenti që të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, apo kemi akoma kohë? Kemi kohë. Mirë, prezantojmë çfarë si bëhet guacamole? Kemi edhe pjatën e dytë guacamole. Kjo është një pjatë shumë e vjetër azteke, domethënë është një nga pjatat më të vjetra meksikane. Kjo është e njëjta teknikë, po me pesto pak a shumë, domethënë edhe këto merren dhe shtypen në mënyrë manuale, gjithmonë për të ruajtur gjithë ato vlerat nutricionale që ato kanë. Hapet kryesorja është, siç tham, avokado, është vaj avokado që ka shumë principe aktive për përverat e trupit. Qepët, domatet, majdanozi dhe speci djegës. Edhe to patatina. Dhe pastaj patatina shoqërohet, domethënë mbasi bëhet salca, mund ta shoqërosh me këtë. Mund ta hash me bukë, mund ta hash me çdo lloj gjë. Në Meksikë han me këto më së shumti. Por kjo nuk do të thotë që mund ta hash në shkonte me bukë thekur me shkon me çdo lloj gjë. Mund të jesh brusketat, është një salcë shumë e shijshme. Një salcë mund ta shoqërosh me guacamole? E kam bërë në shtëpi, këtu jo. Mirë, kjo guacamole bëhet edhe kjo e ftohtë apo duhet gatuar normalisht? Po qepa edhe qepa ashtu? Edhe qepa ashtu e gjallë, edhe qepa ashtu e gjallë, do prihet në kuadrate shumë të vogla, hidhen bashkë. Thash kjo bëhet gjithmonë për shkak sa më pak të ketë të zjarr çdo lloj gatimi, domethënë edhe perimet sa më pak të zejmë, aq më shumë vlera nutricionale kanë. Mirë, nga nis puna si fillim, çfarë duhet bëjmë parë për pastën? Puna nis si fillim të marrim borzilogun. Po. Dhe shtypet ka jo havaja që ti ke thyrë. Do ne shtypim këto. Në rastin e kësaj, do e shtypim Nuk i pëlqen.
Kështu nuk i pëlqen. Nuk e do me mikser. Jam shumë... është shumë tradicionale. Po si do që ta bëjmë? E do shkush me një kavanos. Me që tina e ke thyrë, si jam visë e mirë se e përmundët 7 herë se morën vesh. Ato arët me isin këtu se na duan. Dgjoj, ne marrim në Havaja... Ka ma gjyrim, voqë, vje qetë. Se Havaja ndoshta edhe shumë anvisa në përshpira nuk mund ta kenë. Mund bëhet edhe me teknika pak më rrethanore, do të thonë po të marrim bërzilokun. Marrim një tas. Marrim një tas qelqi, me një tas qelqi pak më të vogël, jo. Mjafton që kjo... Mendoj që ai tjetri mund të hyjë më kollaj. Kush ky tjetri? Ky vogli? Pa. Ja, shumë i qenë. Do i mbajmë këtu, thjesht shtypja është, domethënë. Mirë, bëhet në shtypje. Edhe me një gotë. Edhe me një gotë, po, në çfarë lloj gjëje, mungesë havas, kjo shtypje, domethënë e marrim bërzilokun. Borziloku, domethënë, teorikisht këta gjenovezët kur e bëjnë kanë një bërzilok që e quajnë dok të tyren, që e shesin, domethënë e kanë kështu si me patent të tyren llojin e bërzilokut. Por ne në rastin tonë do të kam për ty 3 lloj bërzilokësh. Të 3 llojet që kam në është njëri më aromatik se tjetri në diet. Ky është edhe kështu si Leila, pak si vishnje. Po kështu është, edhe unë e madhe jam. E rëndësishme është që tjetë bërzilok i sapo kutur, bërzilok aromatik dhe freskët bjerë. Ndijet, po. Ndijet, në gjitha llojet. Kjo kam përshtyme ka përdal një mix natyre aroma. Kurse ky është pak më i vogël, zakonisht e përdorin në 3 vazë të ndryshme? Në 3 vazë të ndryshme. Çfarë zonje? Çdo ham në fund vëllai. Ja. Këto zakonisht e përdorim në gjirokastër është kështu si i vogël. Ja, këto. I ke shumë mirë, do të marrim vetëm gjethet, besoj. Po, do marrim vetëm gjethet, i hedhim gjethet i shkullim. Janë të gjitha të pastruara dhe të fshira. Dhe kjo është një detaj shumë i rëndësishëm e recetës, që bërziloku nuk lahet, nuk hidhet këtu me ujë, nuk lahet me ujë. Ose duhet larë përpara dhe thahet bërziloku para se të bësh të pjatë, ose disa teknika tjera, domethënë thjesht e fshin kështu si me... Po, mirë është preferenca që të fshihet. Pa e larë me ujë fare. Tani, borziloku në ka dhe vesa, kështu që e fshim. Unë them ta lajmë edhe ta thajmë, pastaj ta gatuajmë. Ta thajmë dhe tharë se pjokësh? Jo, më thajmë. Mirë, teksa voqi dhe arbri bëjnë gati gjethet e bërzilokut për t'i shtypur me një gotë dhe për t'i bërë bashkë me hudrat, se kështu bëhet pesto genovese, ne do të bëjmë një shkëputje shumë të shkurtër publicitare dhe do të kthehemi shpejt për vazhduar përgatitjen e recetës, mos u largoni nga ekrani. Jemi kthyer sërish në këndin tonë të kuzhinës të nderuar shikues, për ata gjumashët që janë zgjuar vonë dhe sapo na janë bashkuar, po ju themi se sot kemi të ftuar në kuzhinën tonë Arbër Çepanin, atë djalin e mirë që ju e pëlqeni gjithmonë kur e shikoni në ekran, i cili ka ardhur të gatuaj, duke na treguar se kuzhina është ndër pasionet e tij më të mëdha dhe sot do bëj atë peston e famshëm genovese që ne e kemi dëgjuar shpesh, e kemi blerë me kavanoza, por rrallë na ka ndodhur ta gatuajmë në shtëpi. Tash ne e morëm atë bërzilokun, ja hoqëm ato siç tham. Po hoqëm gjethet, po hoqëm degët, po. E futëm me keqardhje. Me shumë dhimbje. Me shumë dhimbje tek blenderi. Marrim dhe pak, shumë pak nga ky majdanozi. Hedhim dhe pak majdanozi, futa një tu ishin 3 thelpi hudhër, i futa 2, po i fuse një për fiksim. Dhe tani e bluajmë një këtë, pastaj pasi të kemi bluar këtë... Pra në mikser i bëjmë gjitha këto. Kush ka havan në shtëpi, i merr dhe i shtyp. Qiksa për... mund t'i hedhësh pak më vonë, ta shtypin qik ky, ta bëj një brumin, pastaj ta hedhë. Se po i hodha tani vajnë, ajo shpërthen aty si... Okej. Kaq mjafton një kaq. Unë them që kjo metoda me mikser shumë e... Mjafton kaq njërë, tani hedhim edhe pak nga këto, jo, nuk jam dakord. Jo, me havan e ka lezetin në fakt. Me havan e ka lezetin, sepse... Po ko tani, 4 orë, mama. Jo, nuk se do 4 orë, të janë produkte që... E do një qik, tani. 4 orë s'do, po do një qik o me havan. Varet edhe për sa veta gatuan. Po, kjo është e vërtet. Sa më shumë t'i hedhim, aq më mirë, si ta kemi... A është pesto në një recet që mund të ruhet gjatë? 2-3 ditë për shumë? Po 2-3 ditë në frigorifer, po. Si çdo gjë bio dhe si çdo gjë natyrale, nuk do të shkoj më shumë se 2-3 ditë. I marrim dhe hedhim edhe pak vaj ulliri në këtë rast. Pra që bëjmë shumë pesto, them unë, edhe në 2 ditë të ndryshme të konsumojmë pasta me pesto genovese të përvet. Po. I shtuam dhe vaj në ullirit, kemi altis, ne? Që këto anët. Besoj dhe ju në shtëpi. Po. Tani do të arrotullojmë dhe
Do të hedhin edhe pak bërzilok, edhe kështu. Hedhim. Kështu vjen keqo. Sa herë ke për peston? Peston? E gatuaj shpesh. Se s'duket? Po të dukem kështu si këve për herë të parë më duket. Jo, po rri mendohesh edhe shtohe në gjë. E njëri që ka bërë shpesh është i sigurt. Jo, po. Shikon me sy. Një kuzhinier e mirë, pikërisht që shikon me sy gjatë rrugës që gatuam. Shton. Shikon edhe shton, heq, fut, modifikon. Marrim edhe çik nga ky majdanozi, do të jetë sa më Se shumë. mori me gjithë bishta? Sa më shumë barna të ketë. Po kjo ishte në ndryshim nga i bërziloku tjetër, ky ishte ai i vogël, ishte më i butë. Bishti i majdanozit ka dhe aromë, kurse kjo është shumë e trash. Provoj, shikoj në dorë të dyja? S'ka problem, se Po bindu. Hedhim vajin e ullirit, që është extra virgin. I fusim dhe një grirë tjetër. Është një recetë shumë e thjeshtë, do të thënë është një recetë e masë e mirë. Mirë, tani, gjëja që mësuam ne është që ti bëre një bashkim të gjithave dhe i grive me njëra tjetrën. Po e kemi këtu? Do ta grim her pas here, që kjo të bëhet një trup. Po si krem. Shofim her pas here dhe me vajun e ullirit, i hedhim aq vaj ullirit, duke parë se sa e grim, i hedhim aq vaj ullirit sa ta shohim që të bëhet deri diku si krem. Prandaj dhe Si krem do ta kishe bërë edhe mikseri tjetër, por Që arbri nuk e donte. arbri me dojë mos donte havan. havam, përdoreni, sa të keni mundësi, përdoreni, sepse është teknika Mirë se kuptuam tani. pak më e lodhshme, por sipas ka një legjendë për këtë, domethënë. Këtë fillimisht e kanë sipas dokumentave të Virgilit historian, e kanë bërë romakët, e kanë pasur romakët si pjatë kryesore. Që atë? Po nuk e kam pasur tamam kështu domethënë. Nuk i hidhnin kaq bërzilok, e bënin më shumë me majdanoz dhe bëhesha vetëm me hudhër, nuk i hidhnin këto stikat e pishave dhe këto. Dhe sipas legjendës në 1800-ën, një prift në një manastir Po? u lodh duke ngrënë açuge, kështu tip sardelesh. Po, e dim qa janë. U lodh duke ngrënë ato dhe në San Basilio, ishte një manastir në San Basilio, mblodhi ca nga kjo bima jeshile, domethënë që atëherë nuk e njihnin akoma kështu tamam. Që është bërziloku? Që u bë bërzilok, pastaj nga Basilio bërzilok. Dhe mori emrin e vendit. Mori emrin e vendit, domethënë Basilico, dhe bëri këtë pjatën që pastaj u bë pjata kryesore e gjenovezëve. Sot mbahet si pjata kryesore, domethënë që përfaqëson jo vetëm kuzhinën italiane, por sidomos Gjenova në Dhe në fakt bëhet shumë e shishme. Ti hedhim dhe një qik vaj? Ti hedhim dhe pak vaj, ti fusim dhe një grirje të fundit. Po vaj, po këshu, do ti hedhim edhe një qik këshu djath? Djathin e hedhim fund, kur ta hedhim të këpë edhe bashkojmë badet me djathin. Pra shpjeguar... Djathi është i grirë, kështu që nuk ka nevojë të grihet me këtë. Shpjeguar me pak fjalë, marrim borzilok, majdanoz, stika, arrat që të kemi, udhra sigurisht, i përzihem njëra tjetrën i grim mirë dhe bëjt një lloj kremi që quhet pesto. Po ti shkojmë fare deri në fund recetës, përveç djathit parmixhan. Po? Po që ta afrojmë çik më këtej se nuk e shohin dot anësat. Po, ja, e afroj unë. Përveç të djathit të grirë. Përveç të djathit të grirë dhe parmixhan, ata përdorin dhe një djath pecorino që i thonë. Që është djathi i delës. Pecorino, po. Po. Ja dele. Qose do me ti përmbajemi në Djath kaçkavall dele, jo i bardh. Ta shi besoj se është gati në Sepse stadin e vetë pjesa e perfekt. vajt, pjesa e lëngshme ndihmon që ajo të tretet dhe të grihet më mirë. Po. Ma e marr. U bë pesto, u bë? Tashi do i shtojmë edhe këtë djathin. Po makaronat kur do i hedhësh për zier? Makaronat, ndërkohë që i bëjmë sallatën, hedhim makaronat. Edhe makaronat i duam al dente. Al dente, po. Al dente sepse jo thjesht për çështje shihesh, po dhe kjo për çështje sa më al dente. Ta llogarisim se kjo lloj makarone që të jetë al dente do 12 minuta që të zihet. E hedhim atë. Sot marrim këtë, e hedhim. Arbër, ti gatuan në shtëpi? Shpesh? Po e sapra? Gatuaj, sidomos tani që kanë filluar dhe
Nuk e quaj lokale? Lokal jo, po, gatuaj si ata që moti, kështu, gatuaj në shtëpi dhe marrë me vete. Dhe marrë me vete, po. Me kuti kështu kallçuku, i marrë me vete dhe më shef shumë në rrugë me. Duke qenë se po përpiqesh që të kesh dhe një dietë të mirë, që të kesh... Po është vështirë, sidomos në Shqipëri është shumë e standardizuar kuzhina, edhe nëse do të hash diçka ndryshe, shpesh edhe në restorante, sidomos gjatë shëndetshme. Për shembull, edhe makaronat. Nuk i gjen në restorante, po thua? Në qoftë më e mira është për shembull të përdorim makarona integrale. Dhe shpesh as në restorante nuk ti ofrojnë, domethënë, edhe për shembull ose ke pilafi që unë ha dhe ke orizi, për shembull është i ziu që është më i shëndetshëm se i bardhi. Sa kërkon ti tani oriz të zi. Hajde gjem oriz të zi. Do një kohë më të gjatë për të zier. Do një kohë më të gjatë, po hajde i ftohtë pastaj nga mbrapa. Po mirë, gjithsesi edhe me këto ushqimet jo integrale që ke gjetur këtej, ja ke arritur qëllimit për të patur një trup në fund. A ke ndjekur ti Arbri një dietë të shkruar me vakte apo thjesht? Jo, absolutisht. Ke zgjedhur vetë ta hash përpara, më shumë se sa dietë në vetvete, është një lloj Këto pse le? Ato i lash kështu për sy. Për fiksi? Po. Për efektin kamera. Okej, dakor. Tash këtu i hedhim edhe këtë djathtin që është shumë i rëndësishëm domethënë parmigiano. Siç po thosha, dieta domethënë nuk është e rëndësishme të mos hash, sidomos këto vajzat zonjusha që bëjnë dieta dhe nuk han. Ajo është gjëja më e keqe e mundshme sepse njeriu duhet të haj, po duhet të haj shëndetshëm. Në momentin që ti ha gjëra të shëndetshme, pak rëndësi ka ha shumë apo ha pak. Domethënë sepse një pjesë e tyre tretet kur janë të shëndetshme. Po të shohim edhe këtë pjatë, për shembull, kjo është vetëm bërzilok edhe majdanoz. Edhe djathi hodhe ti. Mirë, përveç djathit që deri diku po dhe kjo nuk është i gatuar, domethënë kur hidhet i freskët, Ajo që po shikoni tani në ekran është pesto genovese. Një luk tjetër? Që sa po e përgatiti Arbrit freskët dhe për ta përgatitur këto unë po ju kujtoj edhe një herë çfarë na nevojitet. Pra, lexojmë edhe një herë menun me gjithë përbërësit që na duhen për të bërë peston genovese shumë të famshëm të kuzhinës italiane, por që tani është i njohur në gjithë botën. Atëherë, ne kemi zgjedhur të bëjmë Arbri, në fakt, zgjedhur të bëjmë makarona flutur dhe na nevojiten sigurisht 320 gram makarona flutur, 100 gram borzilok i freskët, 100 ml vaj ulliri, 2 thelpinj hudhër, 120 gram djath parmigiano, 40 gram stika pishe, 60 gram ara dhe sa domate qershi, sa kokra domate qershi. Këto janë përbërësit që na duhen për makaronat me pesto, që ne i kemi flutur, po ju mund t'i gatuani si që keni në shtëpi, qofshin spaghetti, penne, ku e dion. Tu kemi, jo, s'ka rëndësi. Si zjo dhe flutur ti? Po flutur janë ato që përdoren më shumë me peston. Dhe më thënë, më të sugjeruarat me peston, janë pikërisht këto farfalle flutur. Arbër t'i hedhin pak krip? Po, t'i hedhin pak krip. Tani po hedh arra ti? Tani po hedh sa arra që mund të shtypim dhe me dorë, dhe më thënë. Po, në copëzat të vogla. Në copëzat të vogla, edhim sipër që t'kende këto këtë... Dhe është gati. Dhe është gati, po është gati. Mirë, receta e parë është tuaj se gati, kështu që është momenti që ne të bëjmë një shkëputje, një hapësirë publicitare për të kthyer më pas që të përgatisim guacamolen. Besoj që të gjithja keni dëgjuar emrin, po jo të gjithë dini ta bëni. Do ta bëjmë sot këtu në studio, direkt nga Meksika në Villa 24. Publicitet, kthehemi shpejt. Jemi kthyer edhe një herë në transmetimin tonë të drejt për drejt të nderuar shikues. Vazhdojmë të ndodhemi në këndin tonë të kuzhinës, në pjesën e parë të kuzhinës. Arbri i ftuar i ditës së sotme, Arbër Çepani. Për këtë djalin këtu e kam fjalën, se tani dolin plan. Ka përgatitur makarona me peston e famshme genovese që e bëri vet këtu në studio, nuk e kemi të gatshëm, kështu që mund ta mësoni. Për pak minuta. Dhe tani do na bëj guacamole, që është salcë meksikane. Salat meksikane bëhet në formë salcë, do të thonë po. Se kur dëgjon shumë nga emri mendon kush ti çfarë është, po. Një sallatë është me avokado me domatë. Sallatë marrim, do të thonë kemi 2 avokado që përdoren. Marrim avokado. E grim, e bëjmë copa. Vërtet? Jo. E njëjta gjë edhe me, do të thonë, siç thash përpara, dhe kjo duhet shtypur, pasi hapet bëhet me copa, hiqet lëkura. Hiqet kjo fara e madhe që ka brenda. Po kjo fara që bëjt apo hidhet? Këto fara, po të dojnë në një agronom i arshëm, këto fara po t'i presësh pak të t'i fusësh në dhe mbin
pem Ta avokado. mbjellë një të njuzi. Interesant është se shumë nga këto farat, për shembull, shumë artisti përdorin këto mbasi thahen, dekorohen. A, i zbukurojnë Po, i shumë, zbukurojnë edhe... Okej. Ndërkohë 3 domate, i kemi qëruar lëkurën. Ndërkohë, që qërojmë avokadon, ne e bëjmë me shtypin pasi ta kemi qëruar. Duhet fusim në që e bëjmë këtë proces gjatë publicitetit. Domatet, marrim 3 domate, i fusim i zjejmë vetëm për 3 minuta në ujë të valuar. Që t'i qërojmë lëkurën dhe më pas basi hapim. Basi hapim, pastaj duhet t'i heqim farat brenda dhe të marrim vetëm t'i presim në kubik vegjël. Që t'ja bashkojmë pastaj sallatës Voçi, si po duket Arbri midis tenxhereve, pjatave? Shumë mirë, shkëlqyshëm. Po të pëlqen, ë? Po. Kështu i thua gjitha apo po? Jo. Në fakt shumë ka thënë gjithë, po se di. Më falu, kam thënë atyre që kam punuar siç duhet. Shumë mirë. Madje tani me Arbin anoj çik më shumë se edhe mua djalin më quajnë Arbi. Si ku e ka, ku i ka shku më? E ke kuzhinier të mirë dhe djalin? Po. Edhe kur ka studiuar, ka qenë i detyruar të mësoj të gatuaj, se ka qenë vetëm. Se s'ka qenë mami aty që të Po, bëjtyrat patjetër. Mirë, do t'i qërojmë të dyja këto? Jo, mo të qërojmë dhe një. Qërojmë një se t'i vonohesh shumë ta qërosh tjetër. Kemi një këshu, një pjatë qeqi, pak më të madhe, tipi këtyre. Kemi dhe posaçërisht për sallatë. Për sallatë? Mjafton po, për sallatë. Apo do ta përzihesh njëherë pastaj do ta... Do ta përzihe, pastaj hedhin fund. Nëse ta përzihesh, po. Ka e bukra. E do kaq? Jo, më të vogël. A ti heqë më qikë të këty? Po. A bëj dhe unë e punë, se sot s'kam për asgjë. Sot më kanë në punë fare. Më të vogël, ja e kam këtu më të vogël. Kjo pasaj, edhe kjo përdoret, bëhet me shtypje, për kjo shumë kollaj ta shtypje, shumë ta shtypje edhe me një luk. Bu prap të avan aty. Kjo shtypet vetëm edhe me një luk, me afton në një, kjo e para, pasaj kur të futen gjitha, mund edhe përdoret. Do me thënë, do shtypësh me dorë, avokadon? Po e shtyp me dorë, sepse kjo është gati si pure. Po, është e butë, është shumë e butë dhe nuk ka nevoj për blendera. Kush për to mund ta fusi edhe në blender, por... Arbri, qa moshe ke qënë ti kur je kthyer pasi të esës jashtë në Shqipëri, në Tiranë? Po, unë faktikisht kam kaluar disa... Mund ta marrësh një pirunje, e fusim dhe këtu direkt. E shikon, që së shaqe butë? Jo, butë është ajo, po... Sa të... Vonohemi? Sa të vonohemi, thuaj. Po, se ti të desh gjysë të morë të aqërosh, imaginon të agri. Unë mendoj që duhet t'i largoj makaronën. Gjerat e mira, sa vajti, kaluan 12 minuta? Bëhen avash, po në shpi, jo në televizion. Po, them dhe unë se duhet t'i heqim. Uzi? Po. Mirë. Ja, një sekund, të ndihmoj unë që pak të heqim atë. Nuk do të vazhdo, na fal. Mirë. Sa bashkëpunëtore miqje. Harbër të jetë kjo kytasi? Makarona? Po. Po? Që të mos në ngjiten, mund të hedhim qik vaj ulliri. Po, qik vaj ulliri. Edhe makaronat një, hedhim një vaj ulliri të shpejt sipër. Duhet bëhet si krem avokado? Po, bëhet si krem avokado. Her ku e kemi edhe kremin avokados. Do të dorës prap mikserin ti? Jo. Jo, në me e bëhet. Ja, shikon që për bukuri u bë? Teknologjia gjithmonë na lehtëson punën. Atëherë të lutem qik vajin. Po. Tashim pasi është bërë ky, hedhim dhe ato domatet e grira, që i kemi bërë në kuadrat si që thamë i zjem për të hequr lëkurën. Mirë, është momenti që të kalojmë linjën për kolegët e informacionit për redaksin e lajmeve. Jemi kthyer sërish në kuzhinë për të përfunduar përgatitjen e guacamoles, të cilën e kemi nisur në pjesën e para kësaj. Kemi grirë avokado, vetëm ka ishta për Arbri. Jemi të kremi avokado, sëni. Marim ca... E kemi shtypur, e kemi bërë si krem, do me thënë. Prem një gjysë të lpje udhër sa për shumë pak do, sa për shqie shumë pak. Marim pasaj domatet që i kemi, si thamë, i zjem, i hoqim lëkurën. Edhe janë gririmot. I hoqim dhe farat brenda, e bëm me kubik,
Dhe ja hedhim dhe... Këtë punë se bërë ti, tani mos bëj sikur. Po s'ka problem, ne tham direkt që unë po bëj një punë. Meritat. Se na dekonspiron. Ta mi më dekonspiron ti mu thyen, këtë thyen atë. Pastaj marrim dhe qepën, që gjithmonë edhe qepa e prerë, jo në blender dhe qepa, dhe qepa duhet shumë... Kemi grirë në chop-chop. Do me 4 orë të vegjit edhe qepa. Dhe kjo është... Pra, domate të grirë imët, qep të grirë imët, avokado të bërë si krem, edhe gjysë pi udhër të grirë po aq imët. Po, deri tani. Deri tani. Ta mësëm dhe guacamole sa... është një pjatë që është shumë e shëndetshme, është... Jo, ke zgjedhur, të komplimentoj për gjetjet që ke bërë, ke zgjedhur 2 receta që të gjithë i njohim, po ju të gjithë dim t'i bëjmë. Pra edhe peston të gjithë e njohin, edhe guacamole të gjitha kanë dëgjuar emrin, po jo pak njerëz din që ti përgatisin. Desha të thoja. No, asgjë. Tash këto i miksojmë. I nakatosim siç thot populli. I përzijmë. Po. Do bën një tru, do marrim pak pastaj spec djegës jeshil. Do jedhim shumë pak, do thënë varësi edhe nga sa mund ta ham specin djegës. Kemi dhe spec kuq aty apo duhet jeshil? Jo, duhet jeshil. Sipas recetës duhet jeshil dhe i njom, domethënë jo. Na falni, po patët kuq. Të kuq i dheni. Por, sipas recetës duhet jeshil. Ti përmbahemi. Po mirë se çat kanë njerëzit në shtëpi tani. Po çat kanë, po patën, po rëndësishme është që të jetë mos tjetë i njom, edhe po që në më thënë i kuq, të jetë i njom. Pastaj në varësi dhe saj suportojnë njerëzit pikante, në Meksikë duhet thënë që 90% e gjithë pjatave janë po, karakterizohen nga pikante, po. Tash i hedhim dhe pak vaj ulliri. Që bën edhe më të... Vajin i ullirit të... Mirë, ata i thonë salak, po kjo si salsë bë? Si salsë duket nga sipër, po ajo bën ka dhe domatet që janë në kubik. Ka dhe qepën. Ka dhe qepën. Dhe kjo përdoret pastaj sallatë. Kjo përdoret sallatë i quajnë, po në fakt kjo përdoret prandaj thash që janë edhe me këto. Kripi ote ti asaj, Arbi? E hedh në fund edhe krip. S'ka problem, mund të hedh edhe në fund sepse për shkak se nuk gatuhet, nuk është se shkrim. Ka njerëz për shembull që janë gjërat pa krip. Unë do sugjeroja për shembull një gjë tjetër të shëndetshme në kripën mos përdoret shumë kripa e bardhë. Ku kemi kripën me gjëra fjala? Ja, ke tasi parë fare. Mos përdoret shumë kripa bardhë, por përdoret ose kripa e zezë. Ose e gurit. Ose kripa e gurit që është kripa Himalajës, që është akoma dhe... Pak si më kristal. Ajo që është si roz. Ajo që është si roz. Ajo ka domethënë jo vetëm që të bën keq, por ka shumë minerale që edhe të bëjnë mirë dhe ka kosto jo shumë të lartë. Se ka dhe kripa... Himalajë është roz. Ka dhe kripa tjera, pastaj janë kripat e hawaiane që është e kuqe, ka plot domethënë kripa. Po kjo e Himalajës është që mund të përdoret në mënyrë më ekonomike. I hedhim pak marrin dhe sa nga këto arrat që i kishim dhe ke pjata parë. Ja grim dhe këto me dorë si që grim dhe këto të pestoja. Me që i kemi nga meraj, i kemi gjitha frutat e thata këtu. Qëtë kemi qef, ta themi kështu. Dhe nga më çuditshme që na kërkojnë të ftuarit, sidomos që vinë në studio, gjitha aty i kemi. Për fatin tonë të mirë. Dhe ja ku me pak... Dhe që do të kursen shumë këto muaj, se unë s'do ha, po. Ja ku me shumë pak kohë dhe me pak impenjim. Po, u bë. Guacamole, salsa guacamole u bë, që e bashkojmë me, pasaj me këto nachosat tipike meksikane. Po kjo mund tahet, si shtam, mund tahet edhe me nachos, mund tahet edhe me bukë thekur. Mbaroj, do me të përdoret kudo. Jo, mbaroj, kjo kaq është guacamolja e famshme. Se tani do servim dhe pastën, çfarë duhet tjetër? Se harrova edhe pak fare kështu majdanoz. Po guacamole sa herë ke bërë? Jo, kaq. Ë? Guacamole. Shpesh, po. Sa të shihë pas ke mjaftësitë mia për hitet vetëm pak sa për... Ti rri kujtohesh për ndonjë gjë. Pa mirë, prandaj kjo është aftësia që të paktën vetë kur i gjohesh deri para se përfundoj pjata. Po, mirë, i heqim këto. I heqim. Dhe si vim prapë tek këtë do ta hedhim tek kjo pjata sallatën. Se mos mendojsh del në një gjë tjetër. Jo. E marrim guacamolen ta hedhim këtu. Apo hedhim makaronën? Shumë nga pamja duket shumë mirë. Jo, makaronat i kemi pjatë. Makaronat i kemi këtu, i ka bërë Voçi gati të dyja pjatat. Ne e bëm drekën këtu te Vila 24 sot, uroj që edhe ju të keni gatuar me ne, me
me këshillat e Arbrit, me sugjerimet e Arbrit, se ka dhënë sugjerime shumë të mira sot, janë të dyja pjata shumë të shijshme. Uroj që edhe ju të keni përfunduar drekën për ditën e sotme, që kur të vinë familjarët në shtëpi, ta gjejnë trezën gati me 2 receta pa mish, por shumë të shijshme dhe shumë të shëndetshme sidomos. Bëjmë edhe zbukurimin e pjatës. 2-3. Që të gjitha pasionuarit ndaj kushinës se kanë me shumë merak. Edhe ka më të njështu se. Sa e bukur doli? Bravo Arbri. Shumë bukur. Po të gatuja kështu, do të aprisha mënde kam përshtimin. Nuk e di. Se për shaka. Mirë, se tani të ulesh në tryezë 3 në ditë, të shikosh shu pjatash? Ja ku i ku pja kam molja. Vendosim që të ma afër më këteja, përsi largë më duket. Po. Ja se do i vendosim të dyja, pastaj. Këto ta ka bërë voçi gati për serviru pastën. Ja ku jemi dhe këtë pasta. Jemi ke farfalet tona. Po. E thamë dhe më herët, pesto në tradit përgatitet hahet me makarona flutur, po ju që të keni në shtëpi? Me preferuar është me flutur, pastaj me këto të orekjete, dhe më thënë, nuk është e preferuar ose nuk përdoret gati fare me këto spagetit. Me spageti? Se nuk, po nuk para përdoret gjithmonë me këto makaronat që janë më të... Duhet një lloj makaron që të qëndroj salca. Shumë mirë. Shumë bukur. Kjo salca, si shtanë të shimë mas bërjes, që është mund të mbahet edhe 2-3 ditë maksimumi në frigorifer. Pra për të përgatitur 2 ditë pasta, se pasta është mirë që të konsumojmë çdo ditë. Unë mendoj që të kthejmë edhe një herë nga menuja për të lexuar se si përgatitet guacamole, që është sallata meksikane, teksa Arbri bën gati pjatën e pastës. Atëherë për të bërë guacamole na duhen 2 avokado, 2 qep, 3 domate, 1 tufë majdanoz, 1 spec djegës jeshil, vaj ulliri dhe krip. Këto duhen, guacamole është shumë e mirë, përgatitet kollaj. E zbukuroj dhe pjatën e pastave. Gjithmonë përveç se ta haj stomaku, duhet ta haj dhe syri diçka. Janë 2 gjëra që shkojnë. Ka që kujdes shumë jetë? Po, kur gatuaj, tha. I zbukuron kështu në shtëpi? Po varet edhe nga rasti. Varet edhe se kush është ke shtëpia. Po, varet kush është ke shtëpia. Dhe edhe çik parmigian, kështu apo? Po, mund të jetë, sipas dëshirës. Po. Kjo e ka parmigiana, por për njerëz që i pëlqen pak më shumë e kripura. Dolën shumë të bukura. Të lumshin duart. Dhe duhet jesh shumë të shijshme voçi, ke shansin ti provosh. Po. E të na thuar si ka gatuar ky djalë sot. Arbët gatuan shumë mirë. Se komunikimin e kishte të mirë, shpjegimin e bëri me detaje, na tregoi dhe legjenda dhe histori. Çunë për shtëpi? Madje receta me histori ka prur. Voçi, mund na thuar si kanë dalë? Apo je pak e zonë? Të lumshin duart. Të bëftë mirë, voçi. Dhe provosh dhe guacamole, provoj dhe guacamole? I provova. E provova, si kështë dhe? Po të lumshin duart. Shumë faleminderit. Po të lumshin duart dhe një. Faleminderit. Faleminderit ty. Pres vizita shpinë time. Po, me gjithë 4.000 lekë pjata. Për gjithë komshitë. Guacamole me gjithë shpimi. Mirë, voçi të shkojmë në një ditë për... Po pa tjetër. 4.000 lekë kemi. 4.000 lekë të reja pa pjetra. Mirë, të dyja recetat që përgatiti Arbri sot, por edhe të gjitha recetat që bën zonja Vjolca për gjatë gjithë javës në Vila 24, ju mund t'i gjeni në balkanweb.com, aty ka një hapësirë të veçantë, ja ka bërë voçi për shembull kunguj të mbushur, i keni aty, mund t'i gatuani kurdo që të keni dëshirë. Shtojmë këtu edhe 2 recetat e Arbrit. Po ashtu në YouTube duke klikuar Vila 24, këndi i kuzhinës, shfaqet ajo çka ndodhi sot këtu me pamje video. Faleminderit dhe një herë të dyve. Faleminderit ty. Por sidomos ty Arbri që na nderove sot në Vila 24 duke na përgatitur këtë drekë të mirë. Unë ju uroj t'ju bëj sa më mirë nëse e keni gatuar dhe ju në shtëpi, për ata që agjërojnë duke uruar dhe njëri muaj të mbarë, t'ju bëj sa më mirë darka e iftarit. Këto shkojnë shumë mirë edhe për darkën, no? Janë receta shumë të mira. Ju lumshin duart të dyve dhe paçi një fundjavë të bukur, mos harroni. Do ta bësh ti këtë mesazhin e të votimit. Të votimit, po, shkundin i votën, që dhe thonë në të rast? Jo, duhet të themi që është shumë e rëndësishme, pse nuk është? Votoni në mënyrë inteligjente. Po.
Si fillim njerë votoni, Arbri, sepse kjo indiferenca duket si kur ti nuk merr pjesë, po në fund fare e ardhmja e gjithë vendit vendoset pikërisht aty. Edhe për ata që nuk janë është një akt qytetar që të gjithë ne të drejtohemi gjatë të kutit e votimit. Votoni me 21 qershor dhe pas 21 qershorit veni me shpatulla mbas muri deri në 21 qershorin e 4 vjetëve që vinë. Po. Edhe mos u mjaftoni vetëm me një vot me 21 qershor. Po. Mirë, me këtë mesazh dhe me ujë freskët fab, e mbyllim këndin e kuzhinës për ditën e sotme, duke ju ftuar që të mos largoheni nga transmetimet tona për të tjera hapësira edhe informative, po edhe argëtuese. Nga kuzhina ju themi mirupafshim. Mirupafshim. Arbi, faleminderit. Faleminderit ju. Të lumt. Të lumt.